tualetja Rozana Radi ka postuar një foto në të cilën duket tepër ndryshe. Sigurisht edhe tualeti e detajet artistike bëjnë të vetën. Bukuroshe ka falënderuar të gjithë ata që ndihmuan në këtë set fotosh, i cili pritet të dalë shumë shpejt. Gjithashtu ajo ka thënë se thonjt në këtë foto janë të lyer me flori të bardhë dhe vërtet do të kishte vend shpreha "I ke duart Flori". Miley Cyrus dhe mikesha e saj e kanë marrë shumë seriozisht festën e Pashkëve dhe nuk kanë lënë detaj dhe aksesor pavën me logo lepurushash gjithandej dhe menduan, jemi që jemi, i fusim edhe një mask fytyre. Angela Martini na përshëndeti të gjithëve me këtë foto, jo edhe aq të jashtëzakonshme me rastin e Pashkëve. Duket qartë që nuk është se u mundua shumë këtë herë të bënte përshtypje, por pavarësisht kësaj, çfarë mund themi, e rëndësishme është ideja. Nora Istrefi dhe Adelina Tahiri janë bashkuar për të kaluar një mbrëmje të qetë me njëra tjetrën. Është hera e parë që i shohim së bashku këto dy këngëtare dhe natyrshëm na lind pyetja, vetëm për qef kanë dalë apo duhet të presim ndonjë gjë më të madhe?